Që i ka mungu në çdo aspekt llogaritënia dhe ju ka mungu koncepti që është Parlamenti i Kosovës, të cilës qeveria duhet me i dhënë llogari për punën dhe mos punën e vet. U përmend këtu do të thotë që kemi inspektor, kemi inspektoriat, kemi administrat, kemi ministri, të gjitha i kemi, por nuk kemi pas zbatim të ligjit, nuk është punu, është neglizhu që çka që ka qenë në interes të vendit, sepse kjo qeveri ka punu për interesat e veta. Unë do të rikthejmë edhe një herë të një periudhë fund vitit 2004 dhe 2005, një qeverisje e artë, një qinditëshe e kryeministrit Haradinaj, kur administrata, shërbys civil, inspektor, ministrat, të gjithë kanë arë punë në orën 7 dhe kanë punu për vendin, deri në mëllë, bashkë të Haradinaj. Ka qenë, do të qeveria e pare cila ka inicu ligjin për mbrojtjen e mjedisit dhe pikrisht ka inicu punën e lumende. Ne pas 12 dhjetorit do të vazhdojmë me këtë punë dhe i ftojmë qytetarët e Kosovës që të na mundësojnë që të vazhdojmë. Kanë me 2 minuta të fund të emisionit, replikën e ka kërkuar Hoxha, Rugova, pastaj Rexhaj. Pyetjen nga do të gjenden në mjetet për të gjitha këto aktivitete. Mendoj se parimi i ndotësit që duhet të paguaj është parimi më i sigurt. Do të thotë në konceptin e gjanë duhet operatorët të cilët do ta marrin ndërtimin e termocentralit Kosova Befali. Kosova Re, aty ne do t'i mirë tantiema për ndotje të ajrit, të ndotjes ujës, ndotje të tokës, dëmtimit të shëndetit dhe lëvizjeve demokratike. Aty është burimi mirë. Ne jemi edhe njerë duke shpalosur programin qeveresës. Këtu shihet thjesht mos njohje edhe nga njerë edhe mos kuptimi esencës së problemit. Pyetja nga publiku ishte konkrete dhe ju përgjigja. Është nxjerrur edhe ligj i ri për komisionet pavarur për minjera dhe minerale dhe në një nën të caktuar. Autorizohet edhe policia e Kosovës që të ndalojë këta keqbërës dhe degraduese normë të ambientit. Andaj, LDD-ja ka edhe program konkret, ka edhe rrugë, alternativa dhe mekanizma konkret se si do t'i thotë stop ti degradimi e normë të mjedisit ku jetojnë.